Dhe të dashur shikues, jemi rikthyer këtu në pjesë të kështu mund të them super të fundit të këtij emisioni. Po them super të fundit se kemi pas që nga dita e parë fëmijë të ndryshëm në studio, por sigurisht secili ka veçantinë vet, edhe ato ngjyrat e veta që dinë me kriju një atmosferë ndryshme në studio. Këtë edicion të sotëm të 28 nëntorit e nisëm me dy fëmijë, me dy binjak, me interpretimin e tyre të këngës Liria ka emër, një këngë e cila bëri buj realisht pikërisht për shkak të gjykimit të ish-krerëve të ushtrisë qendrore të Kosovës në Hagë, të cilët pra për vite me radhë bëhen padrejtësisht atje. Dhe pastaj pasi erdhen këtu në studion tonë, sollën atë energjinë e mungesës së tyre. Dhe sigurisht përmes këngës pra mund të them që ka qenë kënga më e duhur dhe e zgjedhur. Dhe ky emision vazhdoi me shumë zhvillime të shumta, patëm interpretime të tjera, patëm lidhje direkte. Për ta kompletuar këtë, jo rastësisht kam zgjedhur që ta përfundoj ashtu siç e nisëm emisionin e sotëm. Po them këtu siç e nisëm sepse në studio kam dy fëmijë goxha të këndshëm, janë goxha problematik, po që sot po m'duket kam vendosur me qëndru orë në studion e ditë të sëri. Mirëmëngjesi Liri, Juna, mirëmëngjesi, faleminderit që keni ardhur. Mirëmëngjesi. Edhe po dukni shumë bukur me rroba kombëtare, domethënë pikërisht për festën e 28 nëntorit. Penisi pra me këtë për 28 nëntorit, Liri Mustafa dhe Juna Kurteshi. Liri, çka do të thotë 28 nëntore? Mase po flasim 28 nëntoren. 28 nëntore do të thotë pavarësia e Shqipërisë, ditëlindja e Demjasharit edhe hera e parë që UÇK-ja ka hyrë në skemë publikisht. Po, pra këto 3 data i kemi përmbledh 3 ngjarje të rëndësishme për 28 nëntoren. Juna, çu e festoni 28 nëntoren? Ne me familjen e festojmë 28 nëntoren duke shkuar në vende historike si për shembull Prekazi e të tjerë. Ajo ka pëlqy Prekazi? Po. Ju ka pëlqy, a? Po, qysh mi pëlqy në Prekazi, pra ndaj të lutem nuk vëngërqysh. Lire, ju shkoni në shkolla, po, në klasën e 4, apo? Po. Okej, Lire, me qka merresh përveç se me sukses jeni të shkëlqyshëm, përveç se kësaj, me qka merresh? Cilat janë hobit të tua? Unë për vete kam hobi me lujt futboll, ose basketball për vete. Futboll ose basketball. Juna? Me piktoru ose me lujt kënjëherë basket. Okej, basketin e pas këtë përbasht, sa mirë. Liria, ki qef mu vo futboll, futbollerës ose basketbollerës kur të rritesh, a? Jo, unë dëshiraj për më bon inxhinier ose arkitekt. E pse inxhinier ose arkitekt? Cili ma shumë? Inxhinier arkitekt? Arkitekt, a? Po, ma mirë arkitekt, unë pëlqen me mendu. Me dizajn e ushtri të këto. Do me thonë futbolist nuk po dënë mu po kur të rritesh, a? E veç si hobi, me cilin e ke pje? Me cilin e ke pje? Për veti me Barcelonën. Edhe këne ki lojtarë të preferu? Lamin Jamal, nëse njëni. E po qysh jo. Juna, a ki që po piktore, basketbolista, a ki të kemenu diçka tjetër kur të rritesh? Mjeke. Mjeke, pse mjeke, Juna? Për mi ndihmu njerëz të tjerë. Me ndihmu njerëz të tjerë. Dhe me thonë ti, edhe unë kom pas qef mu bë mjeke kur jam kone vogël, edhe që tash këtë diçka këtë tjetër, nga gazetari, kom pas qef mjeke, tash kom dalë gazetari, dhe me thonë nuk ka kur gjë për mjekësi. Po, me gjithat mirë, kështu. Edhe deshta mju pyet, për në shkollë, qysh ka shku, a keni pas organizime diçka në shkollë që janë bajt, Juna? I kem pas një program, edhe në klas kem recitu vjersha, këngë, kem këndu, edhe kem zbukuru me punime që kem bo me grupe. Po, Lire, për ty qa keni pas organizim në shkollë për 28 nëntore? Njësoj si Juna, amo na kena pas ma shumë gjëra për shumë valle, kena pas me bo një shqipojnë me kësene palomat zeza, me plastirin zeze të tjerë. A ke pas edhe ju vallëzime këto? Qysh njeni realisht kur dëgjoni këto këngë të patriotike që janë për UÇK-n, për ushtrin? A ndjeni pak ma të gëzushëm, a çfarë ndjenja ju vjen? Se kom dëgju që jeni këgja problematik kështu, dhe pse po bëheni turtë kështu në studio sot? Juna, Lire? Ndihme gëzushme. Gëzushme, po. Lire? Edhe në ndjenaj lumëtër, në masi që hale jënë këto kënga. Hale jënë këto kënga, sa mirë. Po, edhe
Veshta tash për fond, sepse sigurisht që nuk mojmë ju lënë pa ju pyet, se kemi edhe mamat këtu në studio që kanë ardhur me ju shoqëru gjithçysh, mamat me juve, po me qenë se këtu janë për programet e shkollës, besoj që ju keni përgatitur në ai vjersha, po. Lire, çfarë vjershe ke recituar për program? Që ke për reciton edhe sot këto për neve dhe për shikuesit tonë. Nëse dënë mund na mja thonë, qëtash? Po, t'lutem, po e presim me gjithë qef poezin. 28 nëntori, në Vlorë ngrit flamurin liri, undes një shpres në gjdo shtëpi, me këngu quan malet për pjetu, bashkuan zemrat për motë e jetë, nga gjaku i dëshmur vëshkrua e vërtet, liria zvjen kur pa sakrific në këtë jetë. Faleminderit shumë Liri. Juna, ti qa ke recitu? Qa po na reciton sot? Okej. Era dhe flamuri, i thot era flamurit, qfar ke sot që të ndrit nuri? Ka që qeshur s'më je dukur, s'të kam par, ka që të lumëtor, qfar ke më thuaj ti, hap ma zemrën, mos ma fshi. Ky flamuri pala tre, i thot erës, a nuk e she? Sot të gjithë vendi gëzon, është fest, a se kupton? Rihmi palat mos më mbaj, ta zë qelin skaj me skaj, fry era më nuk priti, edhe më lartë flamurin e ngriti. Faleminderit shumë, shumë bukur keni recitu. Shumë bukur i keni recitu. Faleminderit. Edhe, tash, po më duket pesho, po vjen edhe dikush në studio, Faleminderit. Do një bukuroshe e vogël këtë që e kam. Qële që aty? Që ke emrin? Jara, po? Sa vjeti ki, Jara? Se s'po më dëgjohet më ndoket. Sa vjeti ki? Wow! A e pot? Sa vjeti ki, Jara? Tregona me zo? Se s'po dëgjojnë? 3 vjet. Aj, ti ki vogël, 3 vjeti ka. Edhe festa e 28 nëntorit. A dhe ti kongë për 28 nëntorit? Po. Dena? Po ti. Cilat kongë i din? Sot ka fest Kosova! A shkojna bashkë të Liri edhe të Juna, ose pipresëm këto masi, komën e Jarën, qëto? Liri edhe Juna, besoj e keni ka një urim për 28 nëntorin, që për dikajnë, qëka ju kishë thonë për 28 nëntorin? Unë i kisha uru të gjithë shqiptarët, ku do në botë që janë, dhe të janë të lumë të gjdo herë. Po, Liri, si është urimi jotë për 28 nëntorin? Edhe ne kisha uru gjdo shqiptar kudo që janë, po veçantisht kisha uru bobin tem edhe ogjin tem, si që bobi jam u konë ushtare dhe ogji jam është komandant. Komandant, për kush është ogji? Agji Cal? Po, ogji Cal, po. Edhe qaj kishe thonë Agji Cal nëse po të përcjellë sot prej Agës? Qëre qatë ka virë, qatë je dhe të regoj, qaj kishe thonë Agji Cal? Unë kisha thonë që vitin tjetër do të festojnë bashkë. Vitin tjetër kemi festu bashkë, po gjithësysh kemi festu bashkë, shpresojmë që kemi festu bashkë. Faleminderit juve dyve, e une me Jarën këto, po e përmbyllim emisionin për sot, apo Jara, a përmbyllim sot emisionin bashkë? Po. Qashtu. Edhe duke uru krejtve festën e 28 nëntorit, duke uru që sigurisht me qëndru gjithmonë bashkuar, edhe që pavarësisht është një gjithë që na lidh, është gjaku që na lidh gjithë shqiptarët ku do në botë. Kështu që, Jara, a pju thu në ditën e mirë shikuzëve tonë që na kanë përcjellë sot? Po jam me dorë? Do ditën e mirë? Do jo more? Dashur shikues, dhe kaq me përmbyllim, bashkë shihemi javën tjetër.